Ka një garë të edhshme se cili është institucioni më i korruptuar ose adresa ku bëhen më shumë para. Korreshi pretendon që është Komisioni i Prokurimeve Publike. Ndoshta nga që është çmontuar çika akshi dhe s'është më në primat, megjithatë do të thënë konkurenca është e ulët edhe në këtë edhe fondet janë të mëdha. Një çështë kur aplikohet për tendera. Megjithatë miq të dashur, le të lidhemi direkt me Sajmir Korreshin. Përshëndetje Korreshi. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Faleminderit për këtë fond që duket sikur ke foto dhe kudo që je ke me vete apo thjesht je në të njëjtin vend gjithmonë. Jo, jam nga Lushe, se s'kam lëviz. Gëllim Lushe, nuk dhjem si ajo. Nuk dhjeshe si ajo të shtëpia Sajmir Tahirit në kam shikë që unë gëdhjem gjithmonë shtëpinë time. Dakor, ore se të shtëpia Sajmir Tahirit edhe mund të gëdhjesh, ç'është jashtë mos gëdhjesh ke shtëpia Zeqines në mes Tiranës. Ajo do ishte fatale pastaj. Dakor, megjithatë, Korreshi, pse të ka rrokur vëmendjen KPP-ja, veçanërisht kur ish kreu i saj ose kreu aktual i saj u hetua dhe na doli kreti pafajshëm, pra nuk ka pasur abuzime në KPP. Tani që s'ka abuzime në KPP e morën vesh në sfundi, por që të dëgjosh gjithë biznesmen dhe thonë që është institucioni më i korruptuar, kjo nuk ka pikë dyshimi. Unë vazhdoj të them fjalën time, e kam thënë dhe atit përpara se dilte i pafajshëm në parlament, i ka pyetja para ime në drejtuar e tij, ka thënë pse është percepcioni, dhe e kam thënë kështu që jeni institucioni më i korruptuar në Republikën e Shqipërisë. Unë do t'jap disa raste. Ka një tender në Lushnjë, tendru i sjellës nga 5 milionë euro tani shpejt. Shoku Karakaçi, Degasteri Karakaçi, që nga oferta e fituese me atë më poshtë, ata 8 tjerë, ka qenë 1 milion euro ose 1 miliard lek diferenca minimalisht për bërjen e këtij sjellësi, dhe shikoj që skualifikuar se pavarësisht se janë firma serioze ndërtimi që unë i njoh të tjera, që thonë që nuk keni eksperjenca të njëjta. Ndërkohë që po ta lidh me akshin, këtë pjesë që vazhdoj të them që akshi, ajo që ka ndodhur në aksh, më thënë as në prallë më të bukura nuk arrin të realizohet, as në film hollywoodian. Te akshi ai me 10 milion, mori 10 milion euro me objektin të rihet çokolata. Pra, ky që shiste çokolata mund të pastronte gjithë dhe të mirëmbante sistemet e akshit me 10 milion euro që mori, kurse këta të tjerë që janë firma ndërtimi çuditërisht skualifikohen dhe çuditërisht e fiton këtë tender një ish kandidat në listë e Partisë Socialiste. Tani këto janë shumë çuditë dhe shumë koincidenca që ndodhin në brenda dhe kjo më shqetëson se si ka mundësi këta kaq me fat, këta që janë kaq lidhur brenda Partisë Socialiste, edhe qillojnë gjithmonë që o do skualifikohen gjithë tjerët me radhë, ose për këta do të ketë një inxhinier të vit që është diplomuar 72 kritere. Do të qeshësh ti me kriter tjetër të bukur. Para disa ditësh denoncova një tjetër tender në Lushnjë për një treg i cili presuppozohet fillonte në maj, pa akoma s'ka filluar. Dhe përfundohet, në fund gushi duhet përfundoj, po atje as s'ngul dhe e di pse janë skualifikuar firmat e tjera, sepse një nga firmat nuk ishte skrep me zinxhir. Çfarë nuk ishte? Dhe po të shoni videot që skrep, ata mjetë rënd që quhet skrep ose traktor, ku diu, skrep quhet ai, me zinxhir, kurse shkova në terren, për ironi të fatit, ajo firma re që ka fituar atë skrepin e ka me rrota, pra se ka dhe ajo me zinxhir. Por, me thënë... Mjaftoi sikur për të skualifikuar të tjerët. Të tjerë, pra, është diçka shumë përqeshme me të drejtën, ose po të shikosh, fitojnë, shiko kush më e bukur ato që unë e bëra gjithkohës tyret KPP-s, kur ishin më vonë këtyre kandidatëve, po ajo KPP-s, drejtori i KPP-s ishte si ka mundësi që fitojnë firma, shiko si kanë fituar firmat. Futet 5 firma në garë, fiton në garë oferta më e lartë. Po. Dhe skualifikohet për shembull nisi këto garusit që është me 1 milion euro më pak. Kur vjen puna, ai që fitoi ai jep në kontraktim këtij që fitoi dhe bënte me 1 milion euro më pak. Dhe punën me si punën bënte
që pikërisht punë bën ky që skualifikuar me nën kontraktim, ndërkohë tjetri boi lekt edhe i futi në xhep. Do të thënë kjo çmenduria që ndodh në KPP, prandaj edhe të gjithë kandidatët ka një problem që ndoshta edhe publiku e përdor PS-ja si argument, po ndonjëherë mund fatkeqësisht funksionojë edhe për publikun. Si ka mundësi gjithë këto institucione të pavarura, KLSH, antikorrupsionin kryeministri, që është edhe kjo një shaka tjetër, por SPAK-u të paktën, nuk kemi ende deri në këto momente në gjithë historinë e SPAK-ut një hetim për procedurë. Përveç tunelit Dhugaras, po dhe aty s'kemi asnjë të tani mund të them që ka kaq shumë këtu vjedhje dhe ja the në fillim të insertit, s'di ku të vesh nga skandal përpara, sa ndoshta edhe koha objektive nuk është aq e mundur për të kontrolluar. Unë jap një shpjegim, ky ishte me bon sens. Pastaj tjera është ajo një shqyqor edhe i vesh shurdh. Edhe sipas kategorisë se këtë duhet të eliminojmë ne kundërshtar, këto antikorrupsioni lëshohen, kurse kur është për të mbrojtur pjesën e vet, pastaj rrin. Do ta lidh prapë me Akshin, se një nga i kanë bërë ca pyetje të çuditshme, për kush e kanë ndjekur gjithë kandidatët, se ishin shumë kandidat për komisionin Majdut. Dhe një nga ndër pyetjet ishte të këtyre që vinin nga doganat. Vinte një nga dogana, thash, kaq shpur ka rënë punën doganit, thash, sa do të vesh te KPP, se kishte 12 vjet që punon në doganë ai. 12 vjet në doganë. KPP. Edhe erdhi te KPP, i thash, po kaq shpun, kaq ka rënë punën dogana, sa do të vish te KPP? Në drejtorit, aty të zëvendës drejtorit që ca kohë komanduaj, bëra një pyetje në lidhje me Iron Meçin, nëse mbani mend, me mënyrën se si u mor peng. Dhe ka qenë një moment sepse këta trajtojnë ankesat dhe na kishin çat drasa gjithkohës që jo po s'ka ankesa dhe ne merrim vetëm në ankesa. Dhe i thash, por si është puna e atij Geron Meçës që kërkoi të ishte deklaroi para tyre që ishte falsifikuar dhe ishte vjedhur i Albania, dhe ai nuk ishte bërë ankesë dhe kërkoi që të hiqte ankimin. Dhe që ose më thënë heqën dorë nga ankimi, ishte heqën dorë, më thënë kishin hyrë nëpërmjet Elbenës të takshit, që i din gjitha, dhe kishin firmos një heqje dorë nga ankimi për Geron Meç. Shkon te KPP-ja ky zyrt vet personalisht dhe thonë gjom, kanë marrë pak peng. Dhe duhet të heq dorë nga kjo, duhet të lë ankimin, se më kanë vjedhur Elbenën dhe këta rrezojnë. Nuk e marrin konsiderat. Edhe unë e bëra pyetje edhe gjithsesi, si ka mundësi? Pastaj ai ka qenë bashkim operatorësh dhe operatori tjetër nuk ishte hequr dorë. Si e pranuat ju këtë? Si e morët konsiderat se këta menjëherë kur s'ka ankim ose kur heq dorë nga ankimi arkivojnë pavarësisht se mund të jetë super i dyshimtë. Më kupton? Dhe këta justifikojnë me faktin që valla unë po nuk erdhi ankimi, unë nuk merrem me këtë punë. Por besoma që me miqe me shok të cilën punojnë në fushën e biznesit, pra që hynë në tender, është institucioni kanë jo perceptim, por më thonë që është institucioni komisioni me korruptor. Ndërkohë, në këto rrethanat në cilat ndodhemi në këto momente, zoti Korreshi, a ka një shpëtim për fondet publike? Në ç'është moment ndodhemi? Se dakor, gjithë këto fjalë, ky korruptuar, ajo korruptuar, po mirë edhe institucionet që s'bëjnë punën, po a ka një mekanizëm për të mbrojtur qoftë edhe 100 darkë nga fondet publike? Po, nuk ka, sepse tani me një ligj para ca ditësh, shiko që ndodh. Qofse ke parasysh, po ka një qetë kaloj shumë kollaj kjo, unë kisha përgatitur një fjalim, të gjitha shahat, më këto që kanë qenë administrim për të kaluar prapë tek këto. Po shikosh edhe incineratorët ne vazhdojnë të paguajnë për incinerim ndërkohë që s'kemi incinerator, apo jo? Po. Tani këto janë administrim nga disa administratorë shtetëror dhe gjitha këto që kanë qenë administrim do të shkrihen. Ka dalë një ligj për këtë shkrirjen e këtyre shtateve shtetërore që janë administrim. Dhe kjo agjensia e re që po krijohet ka drejt të shesi gjithë pronat e këtyre shahave që janë në administrim ose në ruajtje, do të shiten. Dhe kjo është më e frikë sepse nuk ishte ngel më gjë pronë shtetërore publike pa u shitur, kishin ngel vetëm këto. U krijua edhe ky ligj në mënyrë që mos të merren me çdo administrator në qarkullim, po të merren 3/3
vetëm me një agjenci, krijojnë këtë agjencinë dhe me i privatizuar çdo gjë të mundshme të nxjerrin në likuidim. Pra të bëjnë likuidimin final të gjithë këtyre aseteve. Çameti praktikisht. Por pas me Qameti, pra, domethënë, mund të thash, kam thënë këtë, vazhdoj ta them, shqyqyri këtu s'është puzzle që ta merrin tokën ta çojnë diku tjetër duke ngelin grope madhe septike. Pra nuk perceptohen fonde publike këto miku im. Këto perceptohen, pra ta këto ide krijimit grupit strukturë kriminale është që këta e ideojnë gjën. Qofse përpara ka qenë ishte ato të famshme 10% për tendera, këta u bëvajti 30 në fillim. Pastaj këta e hoqën 30-ën, krijon vet idenë si do bëhesh, çfarë do ndodhte, krijonin patjetër edhe mekanizmat, krijonin edhe shoqëritë e tyre, siç ishte ajo 5D dhe deri në fund fare sa ti merrin. Ju e 5D sa shpejt dole apo jo. Po, dhe vazhdojnë kërkojnë kështu tendera të rinj. Po patjetër sepse ata thonë që pa ne nuk fitohet Tirana, presion i madh, do të heqin vota. Se këtu bëhet gjithë historia. Presion ndaj liderit që do dalim kundër, edhe dalim si çuditërisht regjistrohen vetëm për tendera. Keni pasur ata Divjakës dje për dje, kjo është bërë lajm? Po. Ishin gjithë dënuar me orë punë në komunitet. Pas një burg. Domethënë këtu është bërë normë. Po pra, orë punë në komunitet, sepse këtu ç'a bëjnë? Këtu hec përpara ti se do dënojmë orë punë në komunitet, se ka dhe një gjë kjo, në momentin që kryen ato orët e punës në komunitet, që është pa dënuar në vetvete. Pra mund të punosh në institucion shtetëror. Pra ti jep tenderin se e pesit mbrojta. Pra kjo është çmenduria që ndodh këtu. Pabarazien tendera dhe kjo nuk mund mos shkoj me shpërdorim detyre pabarazien tendera automatikisht, për logjik time do të ketë ndryshim kodi penal, sepse ti po e bën pabarazien e tendera duke shpërdoruar detyrë, sepse ta jep funksioni mundësinë. Jo, tash me këtë arsye pyetja është si mund shkojë kjo pastaj pa korrupsion, se për çfarë drejtin do shpërdorosh detyrën, do bësh pabarazin tendera nëse nuk fiton asgjë. Po patjetër sepse kjo duhet të ishte, se pas të insertin po rinë edhe në anglisht follow the money. Pra këta nuk ngelen dhe trajtohen vetëm me këtë, edhe nuk ndjekin asnjëherë rrugën se si dhe ku ka shku lekët. Se po të ndjekësh lekët dhe gjithë këtyre njerëzve nuk ka mundësi, dakord, pjesa të mundësi atyre mund të jetë me presion, dikush me vend e punës, po s'ka nuk ka mundësi të shkosh ti. E ka shit shefin më pas. E ka shit shefin, e ka denoncu shefin, ka dhënë dorëheqje nga puna, është larguar nga puna e emirat. Kurse të tjerët pastaj dihet se ç'do të. Domethënë kjo është bërë sistem, domethënë nuk ka kjo është bërë sistem. Krijohet perceptimi të gjithë që ama kaq që e ka, që do ndronë më punë komunitet, po edhe buçja vetëm dalë herë në televizor. Dhe kjo është çmenduria që ndodh dhe vazhdon ndodh me fondet publike. Po vazhdon dhe sa do vazhdoj, por ne jam për Kanye West 4.3 milionë euro, ndërkohë po kërkon Ministria e Shëndetësisë, po këto 4 milionë euro i kërkon amant keq na jepni ca se nuk kemi ca ilaç. Këto rrinë çmenduria shqiptare, domethënë është nonsens më punë, nuk ka logjik, nuk bën, nuk më del aritmetika në fund fare, po të heqësh vizën, mund ta bësh sa dush të ekuacionin mirë, në fund fare nuk të del asnjë rezultat, s'ka shans. Kjo është me gjithë këto institucione, me KPP-n, se ai al petrolit vjen prapë, domethënë gjithë qarku fier si simbol ka që të vetë al petrolit që të vetë vjedhi, kush vetë drejtor atje, ai donte të KPP, ishte shkallë më lart. Për të situar këtu autorin latin famshëm Ulcimania. Ratione Matera. Për shkak të nënës. Një saktësim doja për pjesën e termit, zoti Korreshi, mund të konsiderohet për sa kohë ka përshëndrim të kontratave në vetëm disa kompani, mund të quhet oligopol i parave publike? Jo, më s'ka, vetëm këtë numër telefoni kanë shtetarët. Edhe i qëllon me kollaj, se kanë shkruajtur me A përpara, më thënë që o burrat me këta marrim. Pra në gjykimin tim janë krijuar tashmë po të rrit gjatë pushteti. Kjo është një ndër shkaqe përveç se kap gjithë edhe organet kushtetuese, një ndër shkaqet është dhe lidhje direkte që bëjnë shtetarët me oligarkët. Pra me këta tenderuesit të mëdhenj. Dhe i ofrohet këtyre njëherë dhe çfarë thrimesh ngelin i marrin këta të vegjël pastaj për punë. Ka nga këta lubit e mëdhenj, këta ujqrit gjigantët, sapo ti pyesësh marrin tendera pafund, pjesën ndërmuese ose 90% e tyre japin me nën kontraktim sepse nuk kanë as skrepa, as makina, as nerva me marrë punë.
Asë nerva me u marë, kështu që marrën të përqinë e vetë, pa tjetër që qojnë lekët atje ku duhet, sepse është krijuar besimi midis tyre që nuk shiten, nuk... Më thënë është krijuar ai kanali shpejt e shpejt, kështu që KPP-ja, pavarësisht, shko, ka dhe një gjë tjetër që është më e frikshme, derisa të arrim të KPP-ja, su ne thash në pjesën e ankesave, por pjesa e terrorit dhe presionit që ndodh përpara se një film të ankimoj, është më e frikshme se deti KPP-ja. Se? Sepse firmat i bëjnë presion të zakonshëm për ndarë tender, siç ndahet e Akshi, siç merreshin peng, në të gjithë hiq Akshin, e njëjta skem ndodh në përditshmëri. Pra detyrohen firmat të fusin letrat për miqësi, në të shumtën e rasteve, që mos jetë tender me një operator. E kam dëgjuar këtë shjo një herë për shumë herë. Shumë gangove i jepin letrat e shumë firmave i jepin borxh, hua, që të kandidojë edhe në vetvete bën tjetër kush, edhe bashk, kur them gangove, bashk me langot që janë pushtet, e krijojnë një gjë të tillë, dhe presioni për të tërhequr nga tenderi kur është paracaktuar ose ka marrë një fort mrapa, dhe nuk ka ankesë më lart prap. E kuptoj. Po në fund të ditës kush i mbron interesat e qytetarit? Sa duhet theksuar që kjo pjesë e fondeve publike nuk janë paratë e qeverisë. Vetëm shesh i protesta zgjen te. Po pse kush e ka mendje fare të povë, akoma do të tregoj një histori dikur në vitet e internimit në Savër, arrestojnë dikë dhe i thonë në emër punon 2 natë vend të shtëpisë, thotë në emër të popullit i arrestuar. I thaj le popullit se gjumë sa e pajde të ikim ne, tha, po populli është gjumë. Kështu që nëse populli nuk është në shesh, kjo lloj performance shtetërore sa do të vijë do të agravohet, dhe sa herë pushteti zgjat në këto nivele, patjetër më besoni, jetojnë në 2 dimensione krejt ndryshme dhe kthehet në normë një gjë e tillë. Dhe ka kaq shumë tendra që qarkullojnë dhe që merren brenda këtyre që thash unë, të para përcaktuar me vlera maksimale dhe jepen në kontraktim për ata që s'kan fituar brenda tenderit. Kjo është dhe çmenduria më e rrallë. Korreshi, faleminderit për kohën. Faleminderit. Respekt e gjithë mirë. E përshëndesim Semir Korreshin, e kalojmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi pas pak. Me njëherë.